Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini edhe në pasditën e sotme. Emisionin e fundit për këtë vit, që urojmë në emër të stafit realizues të emisionit tonë të keni mbarësi dhe harmoni në për familjet tuaja. Sonte pra është pikërisht nata e ndrimit të motmoteve, ku të gjithë qytetarët festojnë. Por, ka dhe nga ata të cilët kujdesen për sigurinë e qytetarëve. Këtu bën pjesë zjarfikësit, policët, mjekët e kështu me radhë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, do të flasim me personalitetin e parë të ftuar, ku do të diskutojmë në lidhje me çështjen e brigadës së zjarfikësve, cilët janë apelet dhe mesazhet që zjarfikësit i kanë për neve si qytetar, ku duhet kemi më shumë kujdes e kështu me radhë. Për të folur për këtë temë, kemi nderin dhe kënaqësinë që në emisionin tonë të na nderoj vetë komandanti i brigadës së zjarfikësve të Tetovës, zotri Avni Ahmeti. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që gjithmonë na nderoni, faleminderit që jeni këtu për sigurinë e qytetarëve tanë. Si ka qenë viti 2025 për, le të themi, brigadën e zjarfikësve në Tetovë, për sa i përket numrit të zjarreve? Siç dihet, domethënë ky vit ka qenë shumë i ngarkesë e madhe ka qenë për zjarfikësit. Arsye dyhen që kemi pasur zjarre të shumta dhe përmasave të mëdha, të cilët ishin komunën e Zhelinës dhe komunën e Jugonoscit. Ky vit ka qenë një numër rekord, domethënë është rrit për 100 intervenime më shumë se vitet e kaluara. Dihet që këtu ta kemi parasysh se thatësia që mbizotron në atë periudhë, domethënë kohore, e bën edhe të vetën. Dihet që këtu shkaktar kryesor kemi qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët edhe një hudhje të një cigares mund të bëjë një intervenim apo një zjarr shumë të madh. Viti 2025 ka qenë gjithashtu vit i cili mbahet mend për zjarfikësit e Tetovës në shumë drejtime, për arsye se kemi pasur edhe trajnime të ndryshme, dhe kemi pasur edhe mysafirë të ndryshëm të cilët kanë qenë edhe donator kryesor të këtij viti që i kemi pas të zjarfikësit. Sigurisht do flasim edhe për pjesën e donacioneve, por sa ka qenë i vështirë ky vit për sa i përket intervenimeve, sa keni pasur mjetet e nevojshme? Dihet që si zakonisht, domethënë në këtë periudhë apo zjarfikësit kanë pas vështirësi, dihet që kemi mungesa të ndryshme, kanë qenë terrene malore të cilët shumë rënd arrihen deri në atë pikë ku duhet arrihet për ta shuar zjarrin. Dihet që zjarfikësit si zakonisht kemi mungesa të ndryshme të cilët zjarfikësit në Evropë apo edhe në botë tashmë kanë drone të ndryshme, kanë mjetet specializuara për shuarjen e këtyre zjarreve. Dihet që në këtë drejtim duhet të falenderoj veçanërisht drejtorinë për menaxhim me kriza, cilët gjatë gjithë kohës kanë qenë afër nesh, na kanë ndihmuar sa kanë mundur me intervenime me aeroplana edhe me helikopter të policisë. Kjo ka qenë ajo lehtësimi jonë, mirë po mungesat dihet që zjarfikësit gjithandej kanë mungesa të llojit të tillë. Dihet që në Republikën e Maqedonisë jo vetëm zjarfikësit e Tetovës, po gjithë zjarfikësit kemi mungesa të shumta të automjeteve të specializuara për intervenime të ndryshme. Janë këto sfidat me të cilat përballeni, janë këto vështirësitë le të themi më të mëdha apo ka edhe sfida tjera? Këto janë ato të cilët ne i kemi si mjete pune, po kemi vështirësi, dihet që kemi pas intervenime shumë të rënda si mjet, dihet vështirësi të cilët mungesë të personelit, mungesë të asaj e cila dihet që zjarfikësit e Tetovës kanë një territor të shumë të madh, të cilën ne mbulojmë. Kemi filluar me dispersimin e zjarfikësve, të cilët kemi një mini stacion të cilën e kemi në komunën e Zhelinës. Planifikojmë që bashkërisht me komunën e Të Arcës dhe komunën e Bogovinjës që të arrijmë një bashkëpunim
që të kemi edhe zjarr fiks në këto vende, që ta kemi ma letë ne depërtimin dhe shpejtësinë e arritjes tonë në vendngjarje. Sa më afër qytetarëve që të ndjehen më të rehatshëm, qytetarët dihet që këtu kemi të bëjmë me autostradë të cilët lidhin Tetovën me Shkupin, apo Tetovën me Gostivarin, apo Tetovën me kufirin me Kosovën, kështu që kemi aksidente rrugore të cilët gjithashtu ne dalim të parët, të cilët dalim parët për ndihmë të qytetarëve. Të flasim pak, më qenë se jemi në fund vit, për ndonjë ngjarje të rëndësishme, le themi, interesante, që ju karakterizon gjatë këtij viti për të ndarë me shikuesit. Dihet që kjo ishte ajo komune e Zhelinës, e cila ne, si zjarr fiks, më herët nuk kemi përballur me, domethënë me asnjë lloj të intervenimeve të cilët i patëm në përmale, dhe ishte shumë vështirë, ishte një sfidë shumë e madhe për ne, po jo edhe pa arritshme, për arsye se vendosshmëria e zjarrfiksëve është në pikë të parë të cilët ne dalim në ndihmë për çfarëdo lloj intervenime kemi. Gjithashtu këtu vlen të ceket edhe një siti vullnetar i cili është në përbërje të komunës së Tetovës, të cilët gjithë kësaj periudhe verore, të cilët kemi pas me shumë zjarre, kanë qenë bashkë me ne dhe në kanë ndihmuar. Megjithatë, përveç sfidave që i përmendëm, si ka qenë progresi, ose ka pasur progres, ka pasur të arritura për brigadën e zjarrfikësve këtë vit? Po, dihet, ne si zjarrfiks kemi bashkëpunuar ngushtë me qytetin e Tirolit apo provincën e Tirolit në Austri, cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës këtu me ne. Na kanë ndihmuar, dihet që ne si donacion të fundit e kemi 2 kamion të cilët i kemi donacion nga Austria. E falenderoj ambasadorin për ndihmën që na ofroi gjatë gjithë kohës që ishim, ne qëndruam atje dhe transportimin e automjeteve deri këtu. Janë 2 automjete të cilët janë shumë të nevojshme për qytetin e Tetovës. Njëri është për mbetje kimike, që për fat të mirë Tetova si Tetove ka, po në Republikën e Maqedonisë vetëm komuna e Tetovës e ka këtë lloj automjeti. Gjithashtu edhe një kamion i cili ka një pompë shumë të fuqishme, e cila është 4500 litra ujë në minutë, të cilën dihet që qyteti i Tetovës kemi edhe përmbytje, kështu që është një donacion shumë i mirëseardhur për zjarrfikësit e Tetovës. Përmendet edhe pak më herët çështjen e donacioneve. Cilat kanë qenë donacionet tjera të cilat keni marrë? Këtë vit karakterizohet, domethënë, donacione të ndryshme, siç është edhe ajo e uniformave ditore, të cilët kompania Ekolog ka dhuruar te zjarrfikësit e Tetovës. Gjithashtu kemi bashkëqytetarë tanë që punojnë dhe veprojnë në Zvicër, të cilët kanë dhuruar uniforma të ndryshme, vetmbathje dhe gjithçka që ju nevojitet zjarrfikësve. I falenderoj gjithë ato mërgjimtarë tanë të cilët veprojnë dhe punojnë në Zvicër, që kujdesen për vendlindjen. Dihet që ato e kanë edhe pronat këtu, po t'jenë të sigurt që sicilën donacion të cilën ata e sjellin këtu do jetë mirëseardhur, gjithashtu dhe do shfrytëzohet maksimalisht për të mirat e qytetit dhe qytetarëve të cilët ne i mbulojmë. Cilat kanë qenë, le të themi, rastet ku ka qenë më e vështirë për të intervenuar gjatë këtij viti? Kjo është një pyetje shumë e rëndë për ne, për arsye se ne ballafaqohemi siç edhe Ceka me ndeshjet komunikacionit dhe me raste shumë të rënda, siç ishte, ta veçoj një rast në fshatin Strimnic, ku për fat të keq patëm humbje jete i moshës 80 vjeçare, cilët ka qenë i palëvizshëm dhe s'ka mund t'ju përballoj flakëve të cilët janë shpërndarë në shpejtësi, derisa ne kemi po maksimumin që ta nxjerrim nga andej, mirë po
për fat të keq ishte një situatë shumë e rëndë. Dihet që ne përballemi edhe me kështu lloj situatash. Gjithashtu kemi pasur rastin në ndeshje në komunikacion. Janë situata shumë të rënda për ne, për gjithë qytetarët dihet, po tash sa i kemi edhe mërgatën këtu që t'ju bëjmë thirrje që kujdesemi pak me shpejtësinë e vozitjes për arsye se dihet ka lagështi, ka ngrinca në orët e natës edhe shumë lehtë mund vi deri te një aksidentruar. Meqenëse se sonte është nata e ndrimit të motmoteve, çfarë apeli, çfarë mesazhi do ju kishidhën qytetarëve, sigurisht për përdorimin e mjeteve piroteknike, po e të tjera? Dihet që nata e fundit, domethënë apo ndrimi i motmoteve sonte, apeli im është që qytetarët të bëjnë kujdes me materialet piroteknike për arsye të dihet që shkaktojnë zjarr, pikës pari, pastaj bëjnë edhe lëndime të ndryshme fëmijët, të cilët s'mund t'i kontrollojnë ashtu që si duhet. Ju bëj thirrje prindve që të kenë kujdes sonde që fëmijët mos përdorin pa mas, domethënë atë pjesën e ative mjeteve plastse, se shkaktojnë pastaj edhe dëmtime në duar edhe gjymtyra të ndryshme të fytyrës apo gjithçka kemi parë si cilin vit. Edhe apeli i dytë është të shfrytëzohet kohë e mirë. Qytetarëve në vazhdimsi ju kemi bë këtë si ju kemi thënë që duhet i pastrojnë oxhaçet e shtëpive, edhe banesave kolektive për arsye se, domethënë, kemi pasur brenda një jave kemi pasur 5 intervenime, të cilët kanë qenë domethënë me zjarre më të mëdha. Për arsye burimi i zjarrit ka qenë pikërisht mos pastrimi i oxhaçeve, kështu që ka shku komplet një kat apo edhe kulmi i shtëpisë. Që ju bëj apel të shfrytëzojnë kohën e mirë që t'i pastrojnë oxhaçet, edhe sonde të bëhet kujdes maksimal edhe në vozitje edhe në përdorimin e mjeteve piroteknike. Dhe për fund, cili do të ishte urimi juaj për qytetarët? Urimi im është për qytetarët që dihet të kemi një vit sa më të mirë, të shëndetshëm, të bëjmë kujdes maksimal për të mirat të cilat i kemi për rreth nesh, siç janë edhe pyjet edhe gjithçka që na rrethojnë neve. T'i ruajmë, ajo është pasuria jonë. Dihet që dhash Zoti që sa më pak zjarfiksit dalin dhe të intervenojmë. Dihet që zjarfiksit t'jenë më pak në lëvizje, aq më lehtë është edhe për qytetin edhe për pyjet edhe për gjithë qytetarët. Unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit tonë, falenderoj që gjatë gjithë këtij viti na keni raportuar me deklarata, me emisione në lidhje me punën tuaj, në të mirë të qytetarëve. Falenderoj shumë edhe sot që na nderuat në këtë ditë feste. Falenderoj edhe juve, falenderoj, ish kënaqësi. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e parë të ditës dhe besoj që mesazhet dhe apelet për të pasur kujdes gjatë festave, konkretisht gjatë festimit të natës së sotme, do i keni parasysh. Rikthehemi vetëm pas pak.